me thot drejtën u binda ndaj Zotit. Jo që nuk isha besim në Zot, po nuk besimtare isha më herët? praktikuese e fesë. Edhe fillova me fal namaz, e ndjeva një lehtësim shumë të madh, shumë të madh madje. Më erdha i flladhi që e kisha këto këtë zjarr, me thonë një fjalë. E qartë, po qysh e more vendimi mandej me shku me marë ndihmë profesionale? Fillova me hulumtu në për rrjetet sociale për simptomat e ankthit, stresit, depresionit, si shërohen. Edhe aty mora që shumë njohuri, edhe më vendosa për me shku të psikologu. Kam shku i kam mojt disa seanca, më kanë ndiku shumë mirë, nuk o që i kam vazhdu deri në fund. Se e kisha atë farë sa mirë sa ullë ngritje. Sigurisht, po. Më kaloj ke për një kohë, mirë, më qeshin të psikiatri, neuropsikiatri, më përshkruj ke barna, nuk o që i kam përdor, se kisha frikë. Pse ke pas ka shumë frikë edhe nuk ke besu realisht të një profesionist? Absolut, vetë ankthit që të nashtë me mendu. Të gjithë ata që e kanë kalu, e din që po them. E din që nuk pranon me bo këto. E qartë. Një diçka që ju e keni thënë është që Zoti ka qenë ai që të ka ndihmuar. Tu desha me dalë. Po. Hajde, na fol pak për këtë pjesë. Fillova dikur krejt vënë, fillova me hulumtu që tregova për simptomat si shërohet, fillova edhe me dëgju ligjërata islame, flisnin për ankthin, stresin, si depresionin, si kalohet. Edhe me thot drejtën u binda ndaj Zotit. Jo që nuk isha besim në Zot, po nuk isha praktikuese e fesë. Nuk isha praktikuese e fesë. Edhe fillova me fal namaz, e ndjeva një lehtësim shumë të madh, shumë të madh madje. Më erdha i flladhi që e kisha këto këtë zjarr, me thonë një fjalë.